Në kohën e komunizmit në 1949 lindi ideja e një laboratori për ndërtimin brenda kombinatit të tekstileve Stalin. Në 1969 laboratori hyri në përbërjen e Institutit të Studimeve dhe Kërkimeve në Ndërtim. Më vonë në 1979 u krijua Instituti i Studimeve të Teknologjisë së Ndërtimit. Instituti mbyllet pas viteve 90, megjithëse ndërtimet kanë bum zhvillimi. Godina u shfrytëzua dhe mori miliona euro nga projektet e Dritana Gollit. Në nëntor 2024 nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit u paraqit tek ish instituti koncepti First Nest, ose ndryshe qendra e zhvillimit të inovacionit në industrinë ndërtimore dhe teknologjike. Kjo bëhej në kuadër të javës globale të sipërmarrjes. Ja çfarë thuhej në ftesat e eventit. First Nest është ideuar si pikë referimi, modeli i një laboratori të integruar për inovacionin dhe zhvillimin urban Smart Cities, një vend takimi aktorëve të ndryshëm nga bota akademike, industria e ndërtimit dhe dija praktike për të zhvilluar një qendër që nxit rritjen e kapaciteteve dhe inovacionit. Konceptet e Dritana Golli ndryshojnë, sa herë që ndodh kjo, ka tendera dhe fonde që paguhen nga buxheti i shtetit. Së fundmi instituti i kthehet emrit të Zanafillës, do të bëhet laboratori Desh. Emërtimi i ri është inkubatori i biznesit në arkitekturë dhe ndërtim. Nuk mjafton parat për të kthyer në qendër, por tashmë kërkohen pajisje të reja, luk i ri. Kështu më 17 mars 2026 u publikua kontrata për kompjutra dhe pajisje elektronike për inkubatorin. Dritana Golli ka dërguar një letër ku e njofton kompaninë Pizzi Store të paraqitet për nënshkrimin e kontratës. Më konkretisht, objekti i kontratës së FSHZ është inkubatori i biznesit në arkitekturë dhe ndërtim në Tiranë pajisje elektronike. Fondi limiti i caktuar për furnizimin me këto pajisje është 255 milion lekë pa TVSH. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, kjo vlerë konvertohet në 264.000 euro. Kompania Pizzi Store është certifikuar nga raportet zyrtare për mashtrime me cilësinë. Megjithatë, pronari i saj Elton Mehmeti arriti të eliminojë konkurrentët fal vendimeve korruptive të Agollit dhe të Komisionit të Prokurimit Publik. Një flamur i kuq që Open Data valviten mbi procedurën për të sinjalizuar riskun e korrupsionit. Ndoshta i trembur nga hetimet e SPAK, Agolli ka preferuar që vendimarrjen e tenderit ta ndajë me KPP, duke detyruar pjesëmarrësit të ankohen. Fillimisht duhet të themi se oferta e Pizzi Store është më e shtrenjta. Siç duket në dokumentin e ofertave, ka pasur kompani që mund të bënin këtë furnizim me afër 90 milion lekë më pak. Po ashtu vihet re si një nga aplikuesit ka marrë pjesë fiktivisht, duke paraqitur ofertë me vlerë 0 lekë. Më 17 dhjetor 2025 tenderi u fitua nga një tjetër kompani. Vendimi shkaktoi pakënaqësi tek të dy nga pjesëmarrësit në prokurim. Në datën 22 dhjetor 2025, kompania Fredi Electric SHPK ka denoncuar vendimin e komisionit të ngritur nga Dritana Golli që i skualifikonte. Ndërsa më 23 dhjetor 2025 do të ankojë Pizzi Store SHPK.